Janë 29 kuti të numëruara nga 133 që janë gjithsej 24.1. Okej, presim pak, sepse pati një zërim të grafikut, presim pak me updatimin e të dhënave. Ju lutem regjia. Presim vetëm pak. Okej, ja te kemi. 29 kutit numëruara nga 133 që janë gjithsej për Kamzën, 24.1% Partia Socialiste, 4.737 vota, 20.5% Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, 4.352 vota, pra një rezultat deri diku i ngushtë deri tani për PSD. PSD-ja 4.8%, 518 vota, 3.4% Partia Mundësia, 370 vota, 3.1% Koalicioni Euroatlantik 335 vota, 2.3% Nisma Shqipëria bëhet 224 vota, 1.3% Lëvizja Bashk 121 vota dhe 0.2% 17 vota shkojnë për djathtas për zhvillim.